Këtë do të pyesja. Nga këto që shkruajtur para 20 vjet që bie. Jo, nuk do të ndryshoje për kohën që kanë bërë, ndërsa për karakteret dhe për shërbimet që i bëjnë të tjerëve në mënyrë të gabuar në kurriz të Shqipërisë, unë do t'i përcaktoja ndryshe. Po do kaloja pastaj nga ngacmimet miqësore, do kalosha në armiqësore. Kështu që më mirë nuk e bëj. Për batonin e ke? Për batonin dhe për shumë të tjerë. Për batonin e ke? Po, për batonin. Mitro Çela, këshill për falimentim biznesi. Këtu e ke bërë me që ke mik shumë, tak i ke putur një kuj më shumë. E kam mik, si mbetet hatër. Mitro është njëri që konsumon vetë humorin edhe... Arian Çani, fotokopi franceze pa ngjyra. E ke, si ku e ke, po prave, e ke vlerësuar. Unë them e ke vlerësuar. E ke vlerësuar. Sigurisht. Se e ke bërë kështu, domethënë në natyrë franceze. Bravo, më pëlqen kjo. Çanit ka marr? Jo. Kush ka marrë? Ka marrë njëri nga këta që kanë bezuar deri tani? Po, më ka marrë mua jo, po kanë marrë edhe në redaksi për shembull. Ilvatare. Po mirë tani edhe do të marrin tani. Edi Lesi, vetur me një gaz dhe me 3 frena. Po pse? Po sepse Edi është pozitive, pozitive dhe është më shumë i kujdesshëm se sa të heci para. Pra, më shumë nuk sulmon se sa më shumë ka frena se sa gaz. Henry Çili, stin kalimtar e liberalizimi. Apo liberalizmi, fal. Po, Henry kështu e filloi fillim fare. Bukur. Dashnor Kaloçi, sonambul që flet me të vdekurit. Që buldosir, Dashin e kam mik, e kam shok Dashin. Kadri Vokopola, kutia e pasgjidhur e Fjell Kryqit. Po. Dhe e fundit, Luan Laze, shkruani çfarë dëshironi për mua. Atë e vura sepse pra nuk e kam për gjë fare. Mua më pëlqen humori, satira, ngacmimet. E bëjnë jetën më të bukur nëse janë të bukura sigurisht. Jo ke unë, po tek gjithçka. Tani në njëri nga këta mori kështu që pronari hiqe nga puna? Shiko, janë disa gjëra që nuk kam dëshirë t'i them këtu. Po pse për çfarë kam thirrur unë ty? Po jo, për tani kam dhe unë satirën time, Edhe unë kam satirën time, mos bëj kështu. Kam qenë këtë vaja për shembull, këtë vaja atje kërciti telefoni dhe mua kërciti telefoni. Kërciti telefoni, edhe sa kisha pa dëgjuar këto se celulari nuk kërcet, po ai fiksi me vërtet kërciste. Dhe mua më morën për të bërë një emision satirik. Unë e bërë emisionin, e pan drejtuesi, se s'po them emrat, edhe e pëlqyen, ishte 20 minuta. Edhe u la që të transmetohesh një ditë tjetër, pas 3-4 ditësh. U anonçua atje. Dhe më thanë, ndërkohë ti do të lexosh gazetat mëngjes. Unë i thash bëj lapsuse në të lexuar, nuk e kam aftësinë për të lexuar. Jo, duhet dalish patjetër, me dola mëngjes. Dhe pa pritur, më vjen mjes drejtori Ardit Gjebrea, bashkë me Blerta Tafanin. Blerta Tafani ishte gazetare atje dhe spikere. Dhe më thot Arditi Luan, më falë, thot me mëngjes. Unë gazetat e lexoja 6:30. Të dilnin para Bashkimit Hoxhës, që Bashkimi nuk e merr audiencën asnjë për gazetat. Si je ndete? Ato ai e edhe tha Luan, tha, nuk do të lexosh të gazeta sot. Po pse? Po pse dhe? Tha, kështu është urdhë, tha. Blerta vum sikletë shkreta, më tha, më fal Luan, po s'ke fajti dhe shumë. Ul Blerta e lexoi hika unë. Unë ktheva në shtëpi. Disa që më prisin morën telefon, që telefon jo nga këto, nga ato të vjetrit, edhe më tha, po ti tha, se s'po del sot. Që ke verë si grum, tha njëri modi, që ke se pa Blerta që ke verë si grum, tha. Edhe i thash shumë hoqen, nuk moqem nga të vaja, deta një 4 muaj me sharrogën kot, emisionin nuk do të transmetohesh. Dhe më vonë mora vesh nga një mik i edhe yti, që ai emisioni që ai kishin parë të ishin skandalizuar, sepse unë isha tallë me Berishën, me Nanon, me gjithë, kisha bërë emision se isha marrë kronikat edhe bëja komentet e mia. Ti pas ke merituar të shkon nga puna. Edhe më thanë ja 4 muaj do majsh rrogën si djalë i mirë, pas edhe hikesh, edhe unë hika. Po nga kush e kishe pra? Po ku ata që ishin pushtet. Ata që ishin pushtet ato. Publicitet dhe kthehemi me komentet e disa foto janë me vërtet shumë interesante. Publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.
Faleminderit, kthehemi në studio. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar Manigram Akinvest që sponsorizon emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Transferoni parat me Manigram, gjithmonë do jeni të kënaqur. Okej, do komentojmë disa foto zoti Laze. Këtu ti kalojmë edhe shpejt sepse je i ftuari që do komentojmë më shumë foto se askush tjetër. Kjo është foto vitit 74, ai pas me që më ka hedhur dorë në krah, quhet Maksim Rama, një burgosur politik, shoku im i ngushtë, shumë i ngushtë. Me burgosur rrie? Me të gjithë rio, me komunista, me ato, me gjithë kam letë, absolutisht, unë s'kam bindje. Unë kam mendime dhe ore tani bëj çadushi për në atë kohë them ore. Edhe ky tjetër është Viktor Meta, ka vdekur i shkreti, edhe i Maxi vdiq në Gjermani, ndërsa ai tjetër është Hyllia Eredini, i shoku im, jeton në Itali. Jeton. Okej. Foto tjetër? Tu? Maxi është sapo kishte dalë nga burgu herën e parë, ndërsa unë kisha ardhur pa leje nga ushtria dhe jemi taku ke Skënderbeu, kemi të bërë foto. Po për çfarë në burgu ai? Ai era për tentativa rratisje herën e parë. Ku do të dikte? Biseda rratisje. Bised. Bised, ë? Bised, për bised. Edhe kur e kapën ai tha, i tha lapidar, ai tha, unë se disha tha që kufin ishte ke shtëpia ime, se e arrestun aty ke dera. Unë se disha që ishte kufir ke shtëpia ime, tha. Po ku të ndjekin ty këto satire? Foto tjetër se ndoshta kemi një histori tjetër me atë. Kjo është vjerri me nusën time në vitin 78. Po dhe unë. Ti, bashortja juaj, si quhet bashortja? Roza. Roza. Dhe vjerri si quhet? Muharrem. Muharrem. Po, ku jeni këtu? Në Pogradec, ne ishim dashuri, i thash unë do hikim atje, bëm celebrimin urgjent, vetëm ky e dinte që unë doja të bien, ishte burr shumë emancipuar, ushtarak. Çfarë vetëm e dinte ai? Vetëm ky e dinte që unë isha i dashuruar me vajzën edhe do ikim Pogradec. Ai e dinte babai dhe vetëm se dinte askush tjetër? Askush tjetër. Dhe ne ikëm Pogradec. Ajo skandalizuar, ai tha di unë tha, po kështu është historia ime dhe erdhim Pogradec sepse kishte dëgjuar që ai është i krisur dhe mund të arratiset. Kisha në vajzës. Ti ishe i krisur? Nuk e di. Edhe erdhi, morëm një vark, po bënim xhiro në Drilon. Kur ishim aty afër, thash unë dua të hikim atan, thash. Ku ti kishte? Anim atan. Thyf qafën, tha, po vajzën do ta marr në Tiranë, tha. Në fakt kjo u trem, tha, pse ja thetha se mos denoncoj babi, tha. Ky iku 2 herë në ditë nga reparti tia merrte në Pogradec. Po çfarë punë bënte babi? Ishte shefi i zyrës sekrete në repart ushtarak. Shefi i zyrës sekrete, çfarë do të thënë? Po, dokumenta sekrete kishte. Dokumenta sekrete, jo i sigurimit, jo kështu. Jo, ishte me ushtrin. Po. Dhe po kur nuk më denoncoj për manin time për të arratisur. Kur, ë? Kur nuk më denoncoj. Tu çfarë viti jeni luan? 78-ën. 78-ën. Po dhe iket ja mos iket? Jo, nuk ika atëherë, ku ti kisha unë atëherë. Pse i the kohë pastaj që ky merrte 2 herë në ditë telefon, mëngjes në darkë merrte ke hoteli, i thoshte ke kampi, i thoshte ke dhoma 27, ma thritë Çikarozën. Edhe theshin Roza të kërkohem poshtë. Zbriste kjo fliste me tja. I thashën, do babi do mos sigurua jemi këto, po jemi arratis. Foto tjetër. Sa e bukur. Ti ç'mendër më thoshte mua kë. Kjo është një fotografi meshkujt e familjes time me fjalë. Unë, baba im dhe Elio. Elio. Do të flasim pas me. Baba juaj, ë? Nga Elio? Unë jam me origjinë nga Berati. Nga Berat? Nga, po. Baba im, kur dola fotografi, këtë ishte një fotograf, atë hajde, thashëm më xhiri çik me Pilo Pelisterin. Ai e pa kështu tha, e kam pas drejtor, tha Nozin, traktor, burr zotni, tha. Bëri fotografit, nuk do pakush asgjë, tha, pas jave bëhen gati ato, tha. Fotot. E s'm ka marrë asnjë lekë se kujtoj se është Pilo Pelisteri. Pilo Pelisteri, gjithë ata se dini antar grupit politike, drejtori i kombinatit, ë? Kombinati autotraktor. Unë më shaka, se ngjante Pilos. Ai po, është. Babai vdiq 96 vjeç. Do kap ke 100 centim domethënë. Shok mik me Muslim Ketën. Me atentatorin? Atentatorin. Vetë s'ka bërë atentate kur, po ka qenë shumë mik me Muslim Ketën. Për atentatorin Muslim Keta? Jo, nuk thoshte asgjë, qante, vetëm sa herë që kishte dëgjote edhe këngë për Muslim Ketën. Ishte aksident ajo apo e vran Muslim Ketën? Nuk e di, isha të them. Çfarë thoshte ai apo ti? Nuk thoshte kurrë asnjë gjë. Ky s'fliste, ky më thoshte më vetëm mbyll gojën. Ai do të vrisë edhe në Verozhë? Jo, ky kishte vlerësim për regjimin, për një kishte komunist, sepse thoshte ti se di, thoshte që ke shtëpia motor shtat në Goxha Tazimi ka pas ferra. Dhe Shqipëria është transformuar, po ku merr veshti? Unë Parneta vura dhe Emil Luan, thoshte se ti je kafsh. Më thoshte mua. Kum ngazmon. Foto tjetër. Tani kjo është familja jote. Tregoj çik për familjen. Po Roza,
Vazhdon të jetë gruaja ime. Vazhdon, ë? Vajza, po. Vazhdon. Po, vazhdon. Se ke bërë, do të thënë, ke pasur një kështu që mund mos e kishte. Po mushim 50 vjet bashk. 50 vjet bashk. 50 vjet bashk. Ku shkon mbajtur 50 vjet bashk? Jo, prit, frenoj çik. Ku shkon mbajtur 50 vjet bashk? Durimi i asajt që jeton me mua dhe dashuria, respekti që kam unë për vlerët e asajt. Kaq. Mos flasme. Tani dy fëmijë ke, vajzën edhe djalin. Më tregoj çik për fëmijët tuaj. Vajza është e martuar, ka 3 fëmijë. Si quhet vajza e Rova? Eva. Eva ta gëzoj. Eva punon në Rinës. Sa fëmijë ka Eva? 3. 3. Po. 3 fëmijë Eva? 3. Ku punon Eva? Në Rinës. Çfarë punon bën? Atje ku kalojnë pasagerët aty me këto check-in-in. Si jeton Eva? Ka, do të thënë, në linjën të ngjan ty, mamas? Kjo ka shumë dëshirë të thonë ja babit. Ka shumë dëshirë. Ka shumë dëshirë. Ai majmuni i vogël që është 35 vjeç tash. Mos i thoj djalit majmunore. Po pritën na thoni gjë për Evën një. Eva, çfarë bën dije ju? Si çfarë bën një kështu dije ju me tullumbacën? Bëm një inaugurim. Eva hapi një agjenci bashkë me fëmijët e vet, një agjenci udhëtarësh për bileta, me që e njeh mirë të sektorit dhe vajza vet ka iniciativë, ka hapur një agjenci. Me gjithë vajzën? Me vajzën dhe me djalin. Mbar të shkret. Faleminderit, një agjenci udhëtarësh dhe ka kërkesa sepse Eva ka shumë mikesha, miqe, njerëz që e njohin. Shumë mirë. Tani, më foli çik për gazetarin e njohur Elio Laze. Elio aktualisht ka një portal, ti ka punuar, ti e i pari që e ke marrë si faqosës në gazet, dhe ai nuk e haron kurrë. Mirë, ma mirë. Jo, po kjo është, sa shumë fillon. Si ecën Elio tani, me prizën, ë? Me priza pikal, mirë është. Luftarake. Jo, i thash unë atëherë, i thash investigime çka bërë. Kur e hapi atë prizën, i thash unë, kishte 5-6 gazetari, i thash unë, Elio të vjedh, babe, Elio është marrë në rrogë, i thash s'm del. Tha, të mori? 2 veta nga i familje nuk lejohen, tha. S'të mori jo? Çfarë thotë më thash? Po s'lejohen më tha. A me gjithmonë e këtë thash be. Po ikë babas të morën ty aty po ikë. Nuk të morin punë. Jo. Her pas here botonte nga këto paradokset e mi, merrte nga Facebooku im, i postonte aty. Po bënte? Apo drejt autori? Jo. Po si, po drejt autori? Jo, më çfarë autori spyet fare tash. As do bëj ditë fare. Foto tjetër. Këto janë 2 motrat e mia. Po? Unë jam këtu. Se ne, ku ishim të vegjër atëherë, na pregatisnin për ushtar, por na qethën qy fëmijë. Na bënin gati që, për fjalë, koka jote nuk është e jotja, po është e partisë, është e shtetit. Prandaj e zero aty. E bukur fare. Edhe kjo është motra është në Gjermani, që u fut në ambasadë me të shoqin, ndërsa ajo tjetra rron akoma, kam edhe 2 motra të tjera, njëra ka vdekur, 4 motra, një djalë. Djali vetëm, ë? Djali vetëm jam. E të vdeksha, hajde. Foto tjetër. Këtu ku drejtoja ke televizioni Koço Kokëdhimës, ke Radio 2. Do të thonë ti je i pari që gazetar që ke drejtuar një emision me djalin gazetar. Po, emision satirik, Radio Taksi. Radio Taksi. Radio Taksi. Edhe ata që e merrnin telefon Elion, edhe më thoshin mua, aman më kërkej gjetat aktorin që imito fëmit. Se mendoshin që është aktor, po që bën si fëmijë. Se ishe radio. Ishe radio, i thashun, po është djali im, pa lema, tha, ai është, a kush është ai, më tha, mos është aktor brillant, sa bukur imiton fëmijë, tha. Foto tjetër. O, Elio, sa fili se që. Këtu jam përsëri me Max Ramon. Tani, prit se kjo është foto historike. Luan, ti ke një histori që unë jam shumë i lumtur që e kam bërë dokumentar shumë vite më parë, por unë do doja ta rrëfej njëherë këtu në emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Për ata që nuk e din, ose që e din pak, ka marrë emri 2 korriku i ambasadave, sepse u futu masivisht në ambasadat perëndimore, kryesisht perëndimore në Tiranë në ato ditë, por në fakt goditjen e parë e ka dhënë në 23 qershor 1990 një grup të rinj që goditën të hipur në një kamion, goditën deri në ambasadës italiane në atë kohë, që sot është godina e ambasadës amerikane. Dhe një nga ata ka qenë ky djali këtu, që sot është 68. 100 të bëj. Sa po i mbusha para 3-4 ditësh.